Kur refuzohet viza angleze turistike, viza turistike për Angli apo Mbretërinë e Bashkuar mund të refuzohet për disa arsye. Më poshtë janë disa nga arsyet më të zakonshme për refuzimin e vizës angleze turistike. 1. Mungesa e provave të mjaftueshme financiare. Duhet të tregoni që keni fonde të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet gjatë qëndrimit tuaj në MB. Nëse nuk keni prova të qarta për të ardhurat tuaja ose për burimin e parave, viza mund të refuzohet. 2. Qëllimi i paqartë i udhëtimit. Duhet të tregoni qartë pse po udhëtoni, ku do të qëndroni dhe sa gjatë do të qëndroni. Nëse aplikimi juaj nuk është i detajuar ose dokumentet nuk përputhen me qëllimin tuaj, viza mund të refuzohet. 3. Mungesa e lidhjeve të forta me vendin e origjinës. Nëse nuk mund të provoni që keni arsye të forta për t'u kthyer, si një punë e sigurt, pronë ose familje, ambasada mund të dyshojë se keni qëllime për të qëndruar ilegalisht. 4. Historia e keqe e udhëtimit. Nëse keni thyer rregullat e vizave në të kaluarën ose keni qëndruar më shumë se ç'lejohej në një vend tjetër, kjo mund të ndikojë negativisht në aplikimin tuaj. 5. Dokumente të pasakta ose të falsifikuara. Çdo dokument i falsifikuar ose informacion i pasakt do të çojë në refuzimin e menjëhershëm të vizës dhe mund të ndikojë në aplikimet e ardhshme. 6. Mungesa e një sponsorimi të besueshëm. Nëse dikush tjetër po mbulon shpenzimet tuaja, ai person duhet të tregojë burimin e të ardhurave të tij dhe lidhjen me ju. Çfarë të bëni nëse refuzohet viza? Mund të kërkoni rishqyrtim nëse mendoni se refuzimi ka qenë i padrejtë. Mund të aplikoni përsëri duke plotësuar dokumentacionin e duhur dhe duke korrigjuar gabimet e mëparshme. Nëse keni nevojë për ndihmë për aplikimin për vizë turistike në Angli apo Mbretërinë e Bashkuar, sigurohuni që të keni dokumentacionin e duhur dhe të konsultoheni me ekspert për të shmangur refuzimin.